Dhe sot në ritmin e ditës kemi kënaqësinë të lidhemi drejt për drejt me një artiste që po ngre lart emrin e artit shqiptar në skenën ndërkombëtare. Linda Lupi, artiste vizuele, pedagoge dhe moderatore në Shqipëri, vjen pas një suksesi të jashtëzakonshëm në New York, ku hapi ekspozitën e saj personale e kuqja në Gracie Mansion, një nga adresat më prestigjioze të qytetit, rezidenca historike e kryeqytetit kryetarit të New Yorkut. Me një aktivitet të fuqishëm ndërkombëtar nga Egjipti vetëm një muaj më parë e deri te komuniteti shqiptar në SBA, Linda po afirmon një stil të veçantë figurativ dhe një dialog të thellë emocional mes ngjyrës, identitetit dhe rrugtimit artistik. Sot do të flasim për emocionet, simbolikat dhe jehonën që ka marrë kjo ekspozitë. Linda është tani drejt për drejt me neve dhe besoj që është gati për të na u përgjigjur në të gjitha pyetjet dhe për ta ndarë këtë sukses së bashku. Përshëndetje dashur dhe mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi ai. Përshëndetje të gjithëve. Kënaqësi dhe faleminderit shumë për ftesën. Shihesh je me një energji super pozitive dhe je veshur me të kuqe, krahas edhe ekspozitës që e ke. Enkas për emisionin tuaj, në fakt, na ka takuar të vishemi shumë shpesh me të kuqe, pasi janë edhe festat e fundvitit, jemi në prag edhe të festave tona kombëtare, 28-29 nëntorin, por edhe janë edhe festat e fundvitit, kështu që e kuqja është ajo që na shoqëron pak më shpesh se sa ditët e tjera të vitit. Ai të përgëzoj, shndrit edhe ti gjithashtu në emisionet e tua live që na përcjell çdo mëngjes për publikun dhe të falenderoj shumë për energjitë e tua pozitive. Është shumë kënaqësi që të kemi, me shpresë që të kemi sa më shpejt edhe live në studio. Gjithsesi ne do i shkëmbejmë të gjitha këto që do të më vi. Falenderoj shumë, në fakt kënaqësia do të ishte patjetër t'ju takoja aty nga afër, emocioni do të ishte edhe më i madh, kuptohet. Por në pamundësi, pasi edhe angazhimet bëjnë të vetën, kështu që jemi pak në distancë, por shqyr Zotit që kemi lidhjet live dhe nuk e ndjejmë distancën. Patjetër. E rëndësishme që të shohim në ekran atë bukurinë tënde dhe të shpalosim pastaj këtë sukses tëndin kaq të madh. Më thuaj zemër se si lindi ftesa për të prezantuar veprat tuaja në këtë adresë kaq prestigjioze të New Yorkut? Ai më duhet të them se gjërat ndonjëherë kur i ke dëshirë aq të madhe dhe i manifeston brenda vetes, normalisht shoqëruar edhe me një punë kolosale, sepse kisha rreth 3 vite që punoja për ekspozitën time personale e kuqja. Dëshira ime e madhe dhe një zëri im i brendshëm ishte që mua më duhet ta hapja patjetër ekspozitën time personale në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Po se ku do të ishte lokacioni, destinacioni, këtë gjë nuk e dija, mund të ishte edhe në një galeri. Por, më bëj një propozim nga vetë ambasada shqiptare në New York dhe normalisht që ishte një nder, kënaqësi për mua dhe një vlerësim i jashtëzakonshëm që për më tepër të kuptoja që pas këtij aprovimi, pas këtij propozimi që mu dha nga ambasada, mua do të më vinte ftesa nga vetë kryetari i Bashkisë New Yorkut, zoti Eric Adams, kryetari aktual bëhet fjalë. Dhe më pas do ishte diçka kulminante që unë ekspozitën time personale e kuqja të shënonte dhe të lija gjurmën time pikërisht në selinë historike dhe në rezidencën kryesore që New Yorku ka të kryesisë bashkiake, le të themi shtëpia e bardhë e New Yorkut, ashtu quhet. Edhe për më tepër ishte kënaqësi që ekspozitën time ta prezantoja për ballë kryetarit të Bashkisë së New Yorkut, një pjesë të amerikanëve që punonin për institucionin, por gjithashtu edhe të njerëzve të cilët na përfaqësojnë në Shtetet Bashkuara të Amerikës me kontributin e tyre, shqiptarët tanë të diasporës. Po, cila ishte ajo energjia dhe feedbacku që more nga kryetari, sepse është shumë e veçantë kur mirëpritesh nga kryetari i Bashkisë i New Yorkut, gjë që artistët tjerë nuk e kanë pas këtë rast realisht.
Ndonjëherë është koha e dur, momenti i dur që ndodh gjëja më së miri ashtu siç kundër ti nuk e ke menduar. Është ajo thonja që është bërë edhe virale në rrjetet sociale ku thon plani yt është kaq ndërkohë që plani i të madhit Zot është kaq, që shumë më i madh se sa ajo që ti mendon. Edhe në fakt ka qenë emocion, ka qenë një moment i veçantë, pikë së pari në momentin e parë të takimit me zotin Eric Adams, pasi e kishte parë ekspozitën time dhe po më jepte përshtypjet e tij. Dhe ajo çfarë më tha, komenti i tij ishte: "E kuqja e sotme më duket më e kuqe se sa e kuqja e zakonshme që kam parë në ditët e mia." Sepse me kuptim tjetër, ishte kuptim. Ishte e planifikuar që kjo ekspozit të jetë pikërisht përgjatë festave të nëntorit? Për mua po, ishte planifikuar, dëshira ime ishte që pikërisht në festat e nëntorit unë të shkoja atje me e kuqa. Por pastaj ju tregova se si erdhi propozimi dhe normalisht gjërat u gërshetuan më së miri. Po nga publiku i gjëra atje shqiptar, si u mirëprit e kuqja, Linda? Si e mirëpritën dhe cilat ishin ato komentet që more? Komentet, në fakt ai unë kam patur një cikël pikturash e kuqa duke përfaqësuar edhe figura të njohura me origjinë ilire, siç ishte Justiniani i Kodit Civil që ka lënë pas një trashëgimi ligjore që sot e kësaj dite ende shërben dhe zbatohet në Perëndim dhe jo vetëm. Por gjithashtu edhe Papa Clement Albani, një prej papave me origjinë ilire. Himnin e flamurit që ishte po unë po i shpjegoj shkurtimisht, por këto janë emocione në fakt që unë do preferoja që realisht publiku t'i shohë dhe t'i përjetoj vetë. Himni i flamurit nuk ishte se si të mungonte, por këto janë gjëra që mua më kanë ardhur shumë organike, jo të mirëmenduara, ka qenë një himn që është përkthyer, është konvertuar në aspekt emocional. Në momentin që ne dëgjojmë himnin e flamurit, është përjetimi emocional dhe unë kur e kam pikturuar këtë cikël pikturash të triptik, kam qenë duke dëgjuar himnin për të i çuar në kanavac me bora dhe kompozimin emocionin tim. Në imazh po shohim një nga pikturat e himnit të flamurit, është pikërisht në formën moderne. Sa të shkon. Definitivisht kombinimi më perfekt i aty dhe piktura e kuqes, s'kam koment. Faleminderit shumë. Ai nuk do doja të lije edhe pa përmendur eksodin e Kosovës. Ka qenë gjithashtu një nga pikturat të cilat ka tërhequr goxha vëmendje dhe ka hapur goxha komunikim tek të ftuarit tanë, sepse edhe një pjesë e mirë ishin edhe nga Kosova, patjetër. Kjo që po shohim, jam bashkë me Mark Gjona, në fakt është piktura e Etërit e Kombit, ku janë figurat historike me të cilat ne patjetër që nuk mund të mungojnë kur ne përmendim historinë e popullit shqiptar. Sa e bukur edhe kjo. Unë pak a shumë i kam pa në rrjetet sociale, ja, edhe kjo më pëlqeu shumë, ka një histori të veçantë. Eksodi i Kosovës. Po, ajo ishte eksodi i Kosovës. Po. Dhe cilat ishin, po, përveç që komentet që i ke marrë për këtë piktur nga kosovarët, unë jam e bindur që ke marrë edhe një koment nga kryetari, edhe për këtë. Me qenë se një lidhje të veçantë kemi ne shqiptarët me SHBA-n. Po, patjetër, sepse ai më beso ka shumë shqiptar, kushdo që shkon atje e shikon dhe e vërteton edhe vetë se sa komuniteti ynë është i përhapur në diasporë. Dhe sidomos në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ku ne mbahemi edhe për kontributet tona në zë dhe në nder të trashëgimisë tonë kulturore dhe historike, zoti Eric Adams organizoi dhe Albanian Diaspora Night, ishte pikërisht ky event dhe kjo mbrëmje në cilën ne ishim të ftuar të gjithë. Këto janë momente të tjera të cilat unë vendosa t'i dhuroj një pikturë zotit Eric, edhe priti me shumë kënaqësi, ka qenë emocion i veçantë pasi në momentin që edhe kam nevojë, patjetër. Me shumë respekt
nga unë për zotin Erik. Në fakt, pikërisht zgjodha t'i dhuroj Justinianin e Kodit Civil me një simbolik të urtësisë dhe drejtësisë. Po, ndërkohë që ne shohim edhe atmosferën atje, mes shumë miqve nga New Yorku, edhe shumë miqve që ke pas edhe nga këtu, me sa pashun disa fytyrat të njohura të artit. Ndërkohë më intereson... Po, vazhdoni ju lutem. Jemi në fakt edhe këtu me mikeshën time në momentin Anila Hetoja, artiste, arkitekte dhe piktore gjithashtu. E përshëndesim, të cilën e falenderoj jashtëzakonisht shumë dhe përshëndes. Patjetër që po, edhe gjithashtu një artiste me një vullnet jashtëzakonshëm, të cilën ta përshëndesja në mënyrë të veçantë, dhe Nazim Saliu është pikërisht Noli, është i cili vjen nga Kosova, për vite të tëra jeton në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe jep kontributin e tij në një nga stacionet televizive shtetërore në SBA. Po. E shikon ai se sa ne shqiptarët e zëm vendin ton gjithsesi. Por edhe respektohemi pastaj, çdo kund ku jemi prezantuar kemi gjetur edhe respektin e veçantë. Nuk diskutohet. E vërtet është. E dashur, ekspozita e Kuqja u hap pak ditë pas pjesëmarrjes tënde edhe në Egjipt. Ishte edhe kjo një eksperiencë e bukur ndërkombëtare për ty? Shumë e bukur në fakt, kemi qenë bashkë me mikeshën që sapo përmendëm Anila Hetoja, të dyja ne përfaqësonim Shqipërinë në Sharm el Sheikh, në Art Sharm. Pa tjetër që ishte një eksperiencë tjetër po aq e jashtëzakonshme, bëhet fjalë për një tjetër kulturë dhe ky është emocion ai, sepse ti shikon në përballje artin tënd në kultura të ndryshme, në optikën e publikut me kulturë tjetër. Aty ishim midis 30 shteteve dhe kuptohet që pjesëmarrja ishte goxha voluminoze, ku na nderuan dhe na respektuan edhe me pjesëmarrjen e guvernatorit në ekspozitën tonë. Po, harrova edhe një detaj të rëndësishëm, ne i pam disa nga veprat e kësaj ekspozite. Po, më intereson Linda me sa vepra u prezantove dhe kishe vështirë pastaj derisa i transferove në New York? Ishte kjo e vështirë, kjo procedura e Shqipërisë deri në New York? Në fakt, pjesa logjistikës është çështje dokumentacioni, është një regjistrim pikturash ku duhen certifikuar sigurisht në ministri dhe më pas ato kalojnë të sigurta me një kalim ekspres në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Është një rrugtim i gjatë që kaluan pikturat, por si nëna për fëmijët e vet unë u kujdesa mirë që ato të mos dëmtoheshin gjatë rrugës. Kështu i konsideroj punët, normalisht si çdo artist që ka dhënë copsat e shpirtit të tij, orët ndoshta edhe netët pa gjumajt, të cilat ne na duhet që ti përkushtohemi dhe prandaj shprehem në të tillë mënyrë. Si çdo gjë që ka vështirësitë e veta, asgjë nuk arrihet pa punë dhe këmbgulje, por në fund të ditës e gjitha përkthehet me kënaqësi, edhe kur është gëzimi dhe kënaqësia dhe arritja e objektivave të tua në fund, çdo gjë tjetër venitet edhe nuk përkthehet më as në lodhje, as në mund, as në sakrificë. Asesi, sidomos kur sheh që kryetari po jep edhe një fjalim për ty, a? Patjetër, në fakt ka qenë një fjalim me koment edhe në nder të shqiptarëve, Albanian Diaspora Night, ne ishim mbledhur pikërisht për të ndarë edhe kontributet tona me njëri tjetrin, historitë tona, dhe është shumë bukur kur ne pasqyrojmë edhe se çfarë japim ne shqiptarët në një vend të huaj. Dhe absolutisht ishte një nder i madh që u bë komunitetit ton në nder të gjithë shqiptarëve, jo vetëm atyre që janë prezent tashmë. A mendon Linda që prezenca e artit shqiptar në vende bashkohore kështu po e përqafon mjaftueshëm artin shqiptar? Atëherë sigurisht që ka një konkurrencë të madhe,
sepse kur bëhet fjalë për një botë të tërë, ka edhe shumë artistë dhe arti është pak rrugtim i vështirë sepse të gjithë duan të kapin majat, po themi. Po, e vërtet. Kështu që mendoj që kur përfaqësohemi denjësisht duke lënë gjurmët tona, pasi sigurisht edhe pjesëmarrjet në botë kanë kriteret dhe standardet e tyre dhe askush nuk të pranon thjesht se ti ke një dëshirë tënde personale. Kështu që mendoj që përfaqësohemi dhe sidomos denjësisht kohëve të fundit edhe me artin modern, siç është instalacioni, videoarti, jo vetëm piktura klasike, por edhe fushat e tjera shumë dimensionale që i përkasin artit figurativ. Kam pa tjetër të përmend për gjitha ata që të njohen vetëm si artiste e suksesshme, ju jeni gjithashtu edhe pedagoge e Universitetit New York të Tiranës dhe moderatore e njohur e Ora News. Më thoni se si i balansoni këto tre role kreative? Ora e Tiranës jemi në Top News në po. Atëherë, në fakt, jam tek vetëm një korrigjim fare. Ora e Tiranës, më fal. Ska problem. Ora e Tiranës. Ska problem. Ora e Tiranës. Me që e kemi edhe Ora News dhe mu përzien në moment. Nuk ka problem, janë bërë shumë orare. Në fakt, e vështirë për t'i balancuar, duhet një menaxhim i mirë, po në momentin që ti bën gjërat me dëshirë dhe kënaqësi, janë gjërat të cilat i kam zgjedhur vetë ai. Deri në këtë moment që ne flasim bashk, mendoj që i përballoj, i menaxhoj duke më mbetur edhe kohë për veten time, normalisht se kem një jetë edhe duhet ta jetojmë, duhet ta shijojmë. Por, ja kështu, dita ime ka filluar më herët, por kohëve të fundit kam filluar ta dua gjumin pak. Kam nevojë edhe unë që të karikohem me bateri, se është normale. Po për t'i përmbushur me sukses të gjitha këto tri role duhet pak gjumi. Patjetër, po mundohem t'i balancoj. Kam ato orët e mia që duhet t'i jem përballë auditorit me studentët, janë energji të reja, janë breza të rinj që presin dhe përcjellim. Flasim edhe aty për lëndë të cilat i përkasin artit, por gjithashtu kemi edhe komunikim përballë kamerës. Në fakt është një dashuri tjetër kjo pjesa e televizionit, është një dashuri e hershme, të cilën unë e kam filluar në eksperiencat e mia radiofonike, më pas në regji në pjesën e televizionit dhe derisa ka ardhur momenti e kam menduar dhe e kam dhënë veten gati që dhe unë të jem përballë kamerës me pjekurinë e duhur. Për pjesën e studios pastaj të pikturës është diçka private, shumë intime, të cilën unë mundohem të gjej kohën më të shenjtë për të krijuar një realitet paralel timin dhe për të shkëputur sadopak nga zhurmat, nga jeta e përditshme dhe për të krijuar atë botën time. Sa let pastaj është kur komunikosh me një profesioniste të fushës të profesionit të njëjtë, sepse nga momenti kur ftova më the që ke materialet mjaftueshme dhe e din se duhet edhe materialet për një bisedë. Direkt, kjo më t'illoj me njerë ta sa mirë kur e din punën. Po, direkt e di se çfarë duhet për këtë pjesë dhe për më tepër, në fakt sapo kam ardhur nga New Yorku, më është dashur që të jem edhe pjesë e disa televizioneve për të përcjellë dhe ndar me publikun edhe eksperiencën time. Është diçka në fakt, nuk është vetëm e imja personale. Të mia pikturat janë deri në momentin që qëndrojnë aty me mua në studio. Kur unë vendos që pikturat e mia estetikisht të jenë prezent në ambiente të ndryshme siç ishte edhe rezidenca e kryesisë bashkiake në New York, atëherë nuk janë më të mia, por janë të publikut. Po, pa dyshim që sukseset e tua janë të gjithë shqiptarve, sepse fundja ju po na përfaqësoni kaq denjësisht në mbar botën, përgjithsisht artistët, por në këtë rast ju, sepse kjo është mjaft arritje e madhe dhe konsideroj që të jetë një ndër arritjet më të suksesshme deri tani që i ke pasur, Linda. E vërtet është në fakt, ai është një nga pikat kulminante për momentin në karrierën time artistike dhe është akoma edhe më egzaltim ose emocion i madh brenda meje në momentin që ty të realizohet diçka të cilën ti e ke patur dëshirë brenda vetes për kohë të tëra.
Kështu që në fund kur ty se ka dhe gjëra që nuk na realizohen në jetë, por kjo nuk do të thotë që ne duhet të stopojmë aty dhe duhet të demoralizohemi duke thënë nuk u bë dhe nuk kam çfarë bëj më. Njëra derë mbyllet, por ne duhet të trokasim në derën tjetër derisa të hapet dhe të realizojmë atë çfarë ne kemi qëllim. Po, pa dyshim. E dashur, unë të falemnderoj jashtëzakonisht shumë që ndave këtë mëngjes së bashku me ne dhe të uroj shumë suksese edhe në projektet e radhës, të na prezentohesh më së miri ashtu siç din ti kuptohet si në këtë rast, por edhe në vendet e tjera të botës, të shohim lart e më lart, sepse jemi krenar. Unë ju falenderoj shumë Aid, kënaqësi, ju falenderoj shumë edhe për fjalët dhe prezantimin që ju më bët. Do doja që të ndalesha me një mesazh nga emocioni juaj për gjithë shqiptarët kudo që ndodhen, qofshin diaspora apo edhe pranë nesh, duke qenë se jemi në prag të festash tona kombëtare, por edhe festat e fundvitit. I uroj me dritë në zemër t'i presim këto festa dhe me shpresën për gjithçka të bukur që po na vjen. Pa dyshim, të uroj shumë suksese. E di që doja dalësh, sepse ke një këmbkulsi. Ditë të mbarë. Ditë të mbarë. Falenderoj shumë, ai, ditë të mbarë. Ishte kënaqësi, mirupafshim, të fala.